Mirë, shkojmë qik në pozicion tani. Okej, aktrimi nota 10. Përqëndrimt. O da jo! Sa zjatë varfëria, ore? Po 20 ditë, Onipçe. Do me thënë, mas 20 ditëve unë do pasurohem. Jo, mas 20 ditëve mësohesh me varfërisë, s'ke nevojë zgjatë sa dush pasaj. Varja, sa duj. Doktor, kam probleme me zemrën. Ua, qëfar ka ndodhur? Qëfar shqetësimi keni? Nuk e di, kur më del roga, më re fort, bam, 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 bam. Kur s'më del roga, nuk më re fare. Po qesh, pra qesh. Po ndodh pra me zëmrë kjo. Kjo është gjë, prandaj jemi, gjithë populli shqiptar është i smur nga zëmra. Prandaj, pas ka nga kjo. Okej. A mund të përshkruani me një fjalë vetëm, gjendjen tonë ekonomike? Da të ngre qikë syze. Shpres. Po me 2 fjalë, gjendjen tonë ekonomike. Pa shpres. S'ka shpres, do me thënë. Se vete kërkove me 2 fjalë. Ishte më mirë në parë. Shkojmë në restorant. Zotri, si e doni byrekun? Dhe biftekun? Byrekun? Falas, zonjë, falas. Falas. Shko ke restorantin tjetër. Falas. Shko aty, ku ndahet ushqimi falas? Që ndante... Po, a i shoku, po. Në burg, kërësisht, po. Po. Mirë, që ke, se u kur u trishtove? Jo, Mirë, okej, mirë se vini në Parajs. Këtu nuk as shkolla, as spitale, as pun, as para. Mos! Pas kemi ardhë Shqipëri, më dha. Qana bot. Mirë, tani do bëjmë pak romantik. Ca pika shi u ranë biqelq, dhe unë për ty se që ndjeva malë. Të lutem, më blinja 2 byrek, e mos haroj një bidon me dhallë. Kur të kap, e di. Mirë, unë them, unë qesha u knajqa njerë, që ke? 30 sekundë. Kemi arruar më kryesoren. Më kryesoren, ke shumë të drejtë. Po. Kush viziton vënde të jashtë të zakonshme? Ginekologu? Kush? Se di do me thënë gjdo njeri viziton. Nuk e di. A i faktikisht viziton ca vënde që janë jashtë zakonshme.